Germin, cilin ne përshëndesim. Mirëmëngjesi. Përshëndetje Lirem, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje nga Këllni. Atëherë, çfarë simbolizon diaspora Flet 2025 edhe çfarë dallon nga vitet e kaluara? Atëherë, Diaspora Flet është një konferencë që është organizuar për 3 edicione radhazi në Prishtinë, edhe kjo është hera e 4, por hera e parë që po organizohet në diasporë, dhe jo rastisht në Gjermani, aty ku është numri më i madh i bashkëdhetarëve tonë. Sipas të dhënave të institucioneve gjermane, janë mbi 600.000 qytetarë me origjinë nga Kosova. Këtu nuk përfshihen ata të cilat me dokumentacione në një mënyrë ose tjetër nuk kanë arritur, domethënë të identifikohen, dhe ne besojmë që ky numër mund të shkojë deri në 800.000 qytetarë, që tregon për numrin e madh, por përtej numrit, diaspora jonë në Gjermani është një aset, ne e quajmë një aset kombëtar i Kosovës, për shkak se përbëhet nga njerëz të cilët kanë arritje të larta në fushën e biznesit, kulturës, artit, teknologjisë, inovacionit e kështu me radhë. Diaspora Flet organizohet kësaj radhe këtu edhe si simbolik faktikisht edhe për ta tregu ose për ta shfaq këtë potencialin e madh që kemi në shtetin gjerman. Ne duhet ta kuptojmë që jetojmë në një botë e cila po ecë në mënyrë shumë të shpejtë nga teknologjia, por jo vetëm, edhe ku shtetet e mëdha janë në garë për talentin e njerëzve, për njerëz të aftë, të cilët kanë mundësi të zhvillojnë inovacion, kanë mundësi të zhvillojnë biznese, kanë mundësi të zhvillojnë domethënë në fusha të ndryshme. Edhe në këtë garë për talentin global, duhet ta kuptojmë që shtetet e vogla janë të disavantazhuara dhe nuk kanë mundësi me ofru atë që ofron Gjermania, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania. Mirë po çka shtetet e vogla, sidomos Kosova, munden me e kap këtë hapin e kësaj gare të madhe, është lidhja me diasporën e tyre. Na jemi me fat që diaspora jonë është akoma jashtëzakonisht e lidhur me vendin e origjinës. Mirë po ky fat duhet të mos merret si mirëqen, sidomos nga institucionet e Kosovës, dhe duhet bërë më shumë që të ruajmë këtë lidhje, e ta forcojmë, e ta shfrytëzojmë faktikisht në mënyrë që edhe ne si pjesë e këtij trendi, si pjesë e këtyre zhvillimeve globale, të jemi në hap edhe të kemi mundësi të përfitojmë. Në këtë drejtim, edhe Diaspora Flet në Gjermani zhvillohet me qëllim që të diskutoj tema të rëndësishme që lidhen me shkëmbimet profesionale dhe akademike, që lidhen me kulturën, artin, si mundësi për integrim edhe për lidhje mes kombeve dhe popujve, për inovacionin, teknologjinë edhe lidhjet e bizneseve dhe tregjeve, si dhe do ta kemi ditën e diel nesër, pas nesër faktikisht një sesion institucional ku përfaqësues të ministrive nga Kosova dhe Shqipëria do të prezantojnë për mundësitë që i ofrojnë shtetet tona për bashkëpunim me diasporën. Çka është më e veçantë se herat e tjera është që në këtë konferencë për të parë do të kemi përfaqësues të grupeve të tjera etnike ose diasporave të tjera që jetojnë në Gjermani. Kjo falë mbështetjes së GIZ-it dhe institucioneve gjermane, ne do të kemi organizata të diasporës nga diaspora ukrainase, nga diaspora gjeorgjiane, nga diasporat e Amerikës Latine, nga diasporat e Azisë Qendrore dhe gjithashtu disa shtetet afrikane. Qëllimi është që të shkëmbejmë njohuri, përvoja dhe projekte të cilat kanë funksionuar dhe mund të replikohen në kontekste të ndryshme. Prandaj, unë me shumë bindje dhe dje thash në një prononcim që ky ndoshta është organizimi më i strukturuar edhe më i mirëfillt i diasporës shqiptare në Gjermani. Ne do të kemi 35 folës të profileve të ndryshme, siç e thash edhe nga këto shtete, nga diasporat e këtyre shteteve të tjera, por gjithashtu edhe përfaqësues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, edhe vendet të tjera dhe gjithashtu do të presim të kemi mbi 150 pjesëmarrës në total nga mbi 10 nacionalitete.
Mirë, Lirim, na elaborove dhe zbërtheve goxha mirë këtë ato që ka ndodhur në konferencë edhe ato që sigurisht i keni si mision, si qëllim të realizimit të kësaj konferencë. Ajo që më bëri përshtypje për shkak që the kanë me u marr pak a shumë edhe modele të nuk e di diasporave të vendeve të tjera. Cili është një model që mendoni se mund të jetë i përafërt me Kosovën, ta zëmsoj për këtë specifikave, nuk e di, atyre që na bashkojnë, edhe që është një diçka që duhet ta marrim si model, pra si shembull. Ne e kemi një partner nga Irlanda, me cilin kemi bashkëpunu në disa projekte, edhe ai thotë që në botën e diasporës nuk ka konkurrencë mes kulturave, madje ka një term që është case, në anglisht i bie copy and steal everything. Kopjo dhe vjedh çdo gjë sa i përket projekteve që lidhen me diasporën, sepse një projekt që ka funksionu me irlandezët. Nëse ne e kopjojmë, ne nuk konkurojmë me irlandezët, por faktikisht konkurojmë me vetveten. Edhe në këtë drejtim, mirë po, ka disa programe të cilat janë jashtëzakonisht të suksesshme. Një prej tyre është lidhja ose afrimi i brezit të dytë dhe të tretë, brezit që ka lindë dhe është rrit jashtë, përmes një turi edukativo-kulturor i cili përfundon në mundësi angazhimi profesional në kompanitë tona. Po flasim për një grup mosh prej 18 dhe 24 vjeç, 25 vjeç, kryesisht student, të cilët janë edhe më fleksibil që të angazhohen diku tjetër për një periudhë të caktuar kohore, dhe ne këtë po e bëjmë. Ky është një model që është kopjuar nga Izraeli, por është gjithashtu është përshtatur pastaj edhe në Armeni, edhe në shumë vende të tjera. Në anën tjetër kemi, unë dje isha me një forum armen që po bëhet gjithashtu në Këllë në këtë ditë, ku u prezantua një program i tërheqjes së investimeve për fushën e teknologjisë nga diaspora, për startupe të ndryshme të cilat zhvillohen nga të rinj. Edhe ata kishin kriju një platformë e cila ju mundsonte njerëzve në diasporë të investonin prej shumave nga $25 në pakufi. Edhe ishte një program shumë i suksesshëm, i cili nuk lidhej vetëm me investimin financiar, pasi këta persona që investonin në të njëjtën kohë bëheshin edhe mentor edhe trajner të atyre të rinjve ose startupeve që zhvilloheshin në Armeni. Edhe një gjë të tillë ne po mendojmë gjithashtu ta krijojmë bashkërisht me disa organizata partnere. Gjithashtu më duhet të kujtoj që Diaspora Flet Gjermani nuk po organizohet vetëm nga Germin si organizatë. Janë 5 organizata partnere, organizata të diasporës shqiptare, duke filluar nga OASA, që është një shoqëri e studentëve dhe alumnajve shqiptar në Berlin, shoqata ODA në Hamburg, shoqata akademikëve shqiptar dhe profesionistëve shqiptar në Hamburg. E kemi në Këllë Ura Kult, është një nga organizatat më aktive në fushën e artit dhe të kulturës, e cila ka ekspozuar në nivele të ndryshme të institucioneve dhe organizatave gjermane. Është Horizontal, një organizatë e re në Frankfurt, e cila mbledh rreth vetes profesionistë të fushave të ndryshme, dhe është shoqëria e akademikëve DIA në Munich. Edhe me këtë dua ta theksoj edhe këtë pjesën e projekteve. Ne tashmë diaspora jonë është duke kaluar në një periudhë tranzicioni nga kryesisht biznese dhe punëtor në rrjetëzim profesional. Të gjitha këto organizata që përmenda janë organizata që mbledhin në rreth vetes profesionist. Dhe kjo në më kupton që diaspora jonë tash ka kapacitete me dizajnu dhe implementu projekte të rëndësishme, të cilat e te i kalojnë atë pjesën e bashkimit ose organizimeve komunitare. Dhe kjo është një aset i jashtëzakonshëm që duhet ta shohin më shumë njerëzit në Kosovë. E di që te ne lajmi i mirë është vështirë me u bë lajm, po gjithsesi është një punë e jashtëzakonshme që bëhet për këtyre organizatave dhe ndoshta shpesh herë mbetet larg vëmendjes së publikut. Lirim, gërmen jetë kështu për qasjen inovative të përfshirjes së diasporës. Cilat mund t'jenë ndoshta disa nga aktivitetet aktualisht që ju jeni duke punuar apo projektet?
Ne jemi shumë të fokusuar që të mundsojmë angazhimin profesional të njerëzve në Kosovë dhe Shqipëri. Çka nën kupton kjo? Ne kemi mungesa të ekspertizës në shumë fusha, dhe kjo mungesë vëret jo vetëm në sektorin privat, por gjithashtu edhe në atë publik. Dhe në anën tjetër kemi, siç e thash, një diasporë gjithnjëherë në rritje të profesionistëve. Dhe është shumë e rëndësishme që ne t'i bindim këta profesionistë të angazhohen në Kosovë, edhe nëse nuk mund të kthehen në Kosovë. Teknologjia tani e mundson angazhimin edhe nga distanca. Kurse kjo është një nga fushat ose shtyllat që ne po synojmë ta zgjerojmë dhe ta zhvillojmë më tutje. Në 4-5 vitet e fundit ne kemi angazhuar mbi 100 persona të tillë, qoftë nga distanca, qoftë duke u kthyer për një periudhë të caktuar kohore, prej 1 deri në 6 muaj në Kosovë. Mirë, po ideja është që kjo të zgjerohet dhe të rritet, sepse në diasporë ne kemi një numër shumë të madh dhe siç e thash gjithnjëherë në rritje. Dhe kjo do të jetë gjithashtu edhe një nga pikat kryesore të diskutimit në diaspora flet në këll nga sot deri të dielën. Mirë, diçka që përmendëm më herë the që në fakt jemi me fat që kemi një diasporë të angazhuar edhe që e don këtë lidhjen, ende e ka të fuqishme këtë lidhjen me vendin me Kosovën, ata 600 sa mijë shqiptar që jetojnë atje. Në fakt, çfarë duhet bëjmë? Gjithashtu përmendet që shteti duhet të jetë gjithmonë aktiv për me mbajtë dhe për me ushqy vazhdueshëm këtë lidhje. Pra çfarë duhet të bëhet në mënyrë që jo vetëm familja, por edhe shteti të sheh benefite nga kjo diaspora jo në Gjermani, po kudo qoftë që jetojnë ata? Çka duhet bëjmë është të ofrojmë sa më shumë mundësi për angazhim. Unë i përmenda disa prej tyre. Mirë, po disa prej shteteve që kanë arrit me u lidh shumë me diasporën me shfrytzu faktikisht këtë kapital profesional e intelektual fillimisht dhe pastaj edhe financiar. Janë për shembull çka e ka bë Indin, një prej hubeve më të mëdha të manufakturës dhe të prodhimit, ose çka e ka bë Kinën, një prej hubeve më të mëdha të teknologjisë, e Izraelin Startup Nation, ose Irlandën kohëve të fundit. Të gjitha e kanë një përgjigje, rrjedhëzimi me diasporën. Këto shtete, edhe pse kanë potenciale të mëdha, pa u rrjedhëzuar me njerëzit që i kanë në gjithë botën, do të ishte shumë e vështirë të zhvilloheshin. Çka duhemi me bëj është me kriju mundësi angazhimi. Mundësi angazhimi profesional, mundësi angazhimi edhe investimi, mundësi kontributi filantropik. Të gjitha këto ekzistojnë, po ekzistojnë në nivele ose në masë shumë të kufizuar, edhe ndikimi është shumë i kufizuar. Duhemi me i zgjeru mundësit në mënyrë që dikush nga Gjermania ose kudo tjetër që dëshiron me e kultivu këtë marrëdhënie me Kosovën, me pas mundësi me bo një gjatë tillë për te rrethi familjar, si që thate dhe ju me shumë të drejtë. Prandaj, duhemi me kriju mundësi, projekte, programe, mekanizma institucional që synojnë ta përthithin gjithë këtë potencial intelektual dhe ekonomik që ne e kemi jashtë. Lerem, faleminderit shumë për kohën, faleminderit për to shpjegime dhe suksese atje në Gjermani. Faleminderit shumë edhe juve, edhe ju uroj suksese se e di që jeni duke u marrë me raundin e 2 të zgjedhjeve. Po ne jemi më të relaksuar, po mendoj me bërë diçka që i te kalon. Bashkë me Noa Lirim thashë e bile me thonë kështu drejtën. E poshtë edhe si më kthimin. Në orën 15 po mbyll kjo konferenca, se zemrinin duket me votu. Veç nëse votonin në mënyrë me kushta. Na i kemi mbështet diasporën me votu për mes postës, po kësaj radhe nuk do të arrim as vetë me votu, as për mes postës, as fizikisht. Po gjithsesi, shpresoj që vota jo nuk do të vrehet si mungesë. Okej. Po besoj që keni përfaqësues, që ju përfaqësojnë për mes votës të tyre edhe bindjet e juja. Mirë, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Gjithashtu.